Deputeti i Partisë Socialiste Admir Kadeli ka reaguar lidhur me debatet e krijuara pas publikimit të raportit të ekspertëve për reformën administrativo-territoriale, duke theksuar se nuk ekziston asnjë propozim për bashkimin e Bashkisë së Mirditës me një bashki tjetër. Sipas Kadelit, dokumenti që po qarkullon është një analizë teknike e hartuar mbi tregues ekonomik, demografik, financiar, social dhe funksional dhe nuk përmban asnjë propozim për ndryshimin e kufijve administrativ të Mirditës. Deputeti socialist akuzon kundërshtarët politik për keq interpretim të raportit dhe për hapje të dezinformatave, duke theksuar se debati nuk duhet të fokusohet tek pretendimet për shkrirjen e bashkisë, por tek mënyrat për të zhvilluar më tej Mirditën. Kadeli pranon se Mirdita përballet me sfida demografike dhe ekonomike, por nënvizoi se zgjidhja nuk është krijimi i panikut, por shtimi i investimeve, zhvillimi ekonomik, projektet konkrete dhe përmirësimi i administrimit vendor. Në reagimin e tij, ai vlerëson historinë dhe identitetin e Mirditës, duke theksuar se ato nuk cënohen nga asnjë raport apo analizë teknike. Në fund, Kadeli u bën thirrje mirditorëve të qëndrojnë të qetë dhe të fokusohen tek zhvillimi i shërbimeve cilësore dhe krijimi më shumë mundësive për të rinjt, duke cilësuar Mirditën si krenarinë e Shqipërisë.